Qendra e ndërlidhjes dikur, besoj se ka qenë në gjendje shumë dinjitoze se ç'është sot. Sot është lënë në një gjendje të mjerueshme, të shëmtuar, çka i humb shumë rëndësinë dhe rëndësinë që ka pasur dikur kjo qendër. Të vjen keq? Më vjen shumë keq, sinqerisht më vjen shumë keq. Kjo ka qenë një qendër ndërlidhje tepër sekrete, që pak e din, pak e njohin. Çdo gjë këtu ka qenë tepër sekret. Dhe si që shikoni, këtu jemi në hyrje. Jemi në hyrje, në tunelin fillestar të qendrës ndërlidhjes. Se shikoni, terreni është... Si e mban mend ti dikur këtë? Kjo këtu ka qenë një derë vetrat, ka shërbyer si fjatore deri në fund për ushtarët. Ndërkohë, ka një degëzim tuneli atje që ushtarët direkt nga fjatoria kalonin në sallën në dhomën e stërvitjes, ku bën stërvitje. Viti i parë dhe viti i dytë i ushtarëve. E gjithë këtë tuneli këtu. Pjesa përpara me këte ishin ushtarë vitit parë, pjesa e dyta ndë ishin ushtarë vitit dytë, që ishin gati 60 ushtarë. Kur është ndërtuar ky tunel dhe ka qenë i ndërtuar me qëllimin për të qenë një qendër ndërlidhje? Kjo është bërë vetëm për qendrën ndërlidhje të Ministrisë Mbrojtjes. Në rast lufte, gjithmonë do të azisojnë. Jo në kohë paqe, gjithmonë qendra e ndërlidhjes në rast lufte. Në kohë paqe ishte vetëm gatishmëria, mirëmbajtja dhe stërvitja. Pastaj çdo gjë me kalimin në rast lufte, ndryshonte çdo gjë. Ndryshonte sepse do kishte aktivitet më të gjallë, më rutinë tjetër. Sa kohë keni ndenjur ju këtu? Unë këtu kam ndetur 2 vjetët e ushtrisë, që kam bërë këtu, kam fjetur më këtu. Dhe si shikoni ka një ca kanale këtu në formë të e shikoni këto? Imagjinoni këto kanale këtu, këto janë kanalet për shkarkimin e ujrave, nga që kullonin ujrat, kishte lagështirë, kullonin ujrat edhe, imagjinoni këtu ke plet, por ishin tunele të thashë të qëndrueshëm, beton. Sepse gjithmonë duhet mendosh që tuneli ka efektin e kundërt në dimër, efektin e kundërt në verë. Në qoftë se jashtë është vap, tu është freskët, në qoftë se është ftohtë, tu është ngrohtë në dimër. Kishit fjetore tuaja këtu? Kjo është fjetoria që atje, deri atje në fund ishin ushtarët, viti parë, viti dytë. Edhe kur e shef kështu, sinqerisht më vjen keq. Shpesh herë, zoti Dako, ne kemi treguar vendet që sot i cilësojmë sekrete, por nuk janë më sekrete, siç është ky tunel, dhe jemi hasur me kritikat, që pse i tregoni vendet sekrete. Po, i shërben kujt ky vend kështu? Shruat, nuk e di kujt mund të thuar sekret sot, kur aty kalon çdo njeri, çdo turist ka drejtën të hyjë, biletë paguan për të hyrë, atëherë ku qëndron më sekreti? Keq të vjen sa nuk ka. Të paktën të përdorë për popullatën. Mirëmbajtje, me stola, me ca krevata, me ca gjëra. Nuk i dihet, të harët më sasje, nuk i dihet. I drueni ju një skenar për cilët jeni përgatitur në I druhen shumë ato që po dëgjoj sot, i druhen, sepse duke ditur të shkuarën, duke ditur mentalitetin e atyre ushtrive, nuk i dihet. Nuk i dihet asnjëherë. Kjo ishte në kuadrin e asaj, që ushtria është për një ditë, ditën e parë. Nëse nuk e për ditën e parë, çdo gjë është e humbur. Mes gjurmëve të shëmtuara të së tashmes, që janë shishe plastike, qese, fshes me korrent, shumë hekura mbeturina, ka një gjurmë që është e së shkuarës. Ja, ky është receptori një telefonit
taj 43, po ta kthesh nga ana këtu. Këtu ka një kanal, çfarë shikoni? Ka një çengel, ka pas një çengel kjo që bënte kalimin marrje dhënien. Me këtë bëhe ndërlidhja? Ndërlidhja, kjo ishte pjesë e telefonit Taj 43. Linja, me linja ajrore, me linjë toksore, po me linjë, me tel, që i thoshtë. Ju më pyetët pa si bëj organizimin. Tani organizimin duhet të ndajmë dy pjesë. Në kohë paqe dhe në kohë lufte. Në kohë lufte ishte rutinë komplet tjetër që është e paspjegueshme sepse e kuptoni edhe vetë që çdo gjë i nganohet, çdo gjë, të gjithë flinim këtu me kuadro me gjithë. Në kohë paqe, çdo operativ i ministrisë që mbulonte aviacionin, marinën, tanket, gjitha kishte drejtën të hapte një rrjet ose dy, bënte prova. Dhe ne merrnim dosjen, librin, dhe hynim në lidhje vetëm për provë me korespondentin që mund të ishte divizioni Kuksit, divizioni Shijakut, divizioni Shkodrës, gjithë divizionet me radhë. I bënim provë. Kjo ishte e përditshme. Ndërkohë vetë brenda qendrës në lidhjes, tu, bënim prova dhënsat me marsat, sepse si gjitha shikoni më poshtë, dhënsat janë 1.2 deri 1.5 km më lartë. Nuk lejohet të rrinë bashkë. Se nuk ishin bashkë? Nuk rrinë bashkë, sepse dhënsi ka fuqi shumë të madhe në dalje. Ka tension të lartë. Dhe pse e blokon Marsin, i krijon zhurma, dhe ti nuk arrin të kapësh asgjë. Dhe çdo mëngjes në orën 8 dhe çdo mbrëmje në orën 8 prap, bëheshin provat. A i shtypte taston këtu, a dëgjohej relea atje sipër, ke dhënsi atje, qofse dëgjohej relea, do më thënë që çdo gjë funksiononte në rregull. Po, bëjmë një shembull marrje si thuhej atëherë, si funksiononte, si ishte lidhja. Tani, qofse do flasim me foni. Me foni, çdo gjë thuhet për shembull, po marr një emër, Valbona ja mund të mori si ndihon marrje. Në qofse do ta përkthejmë në gjuhën telegrafike, atëherë përdorej gërma V. Gërma V që do thotë vini re. Përsëritet 9 herë. 9 herë. Pastaj 3 herë përsëritej 3 gërmat e para të atij që bëj bën thirrje. 2 herë 3 gërmat e para të thirrjes tënde, emrit tënd. QSA, që do të thotë përkthehet gjuhën telegrafike si më dëgjon. Nëse do t'i veje pikpyetje quhet si më dëgjon. Nëse do t'i pa pikpyetje me numër, do të thonë që unë të dëgjoj me këtë forcë me këtë. Por kryesorja ishte pa dhënë shenjën ta, që është gërma K, mbyllje, transmetimi mbetet i hapur. Pra, ai atje nuk të kthente përgjigje nëse ti nuk i jep këtë. Si dhe unë nuk i ktheja përgjigje pa më dhënë ai tatitan. Gërmën K në fund. Ishte e vështirë për ju, si ishte? Jo, e vështirë kur e mësom të duket e vështirë. Kush ju a mësoi ju? Natyrisht, instruktorët tanë i kemi pasur shumë të mirë. Shumë të mirë. Instruktorët i kemi pasur të jashtëzakonshëm. Dhe pastaj bëhet rutinë sepse veshit mësohet dhe nuk ke më të bësh me sa viza ka A-ja, sa viza ka B-ja, sa pika ka H-ja, por kthehet në melodi. Nëse një muzikant ka një vi muzikore të gjatë, radisti e ka një vi muzikore shumë të shkurtër. Edhe krijohet melodia. Në bazë melodisë ti krijon gërmën, vendos gërmën atje. Ju kur erdhët këtu, në çfarë viti? Unë këtu kam marrë një herë, kam bërë ushtrinë. Po. Në vitin 1978. Kjo nisi ndërtimin në 74-ën, le të themi. Kjo ka filluar në 74-ën. 74-ën ka filluar, domethënë, po formën e plot e kam marrë mas vitit 80. Të plot që u montuan antena, të montuan të gjitha, që arriti kapacitetin e fuqishëm aty ku duhej. E ka marrë bas 80-s. Ç'a kapaciteti kishte? Po, kapacitet, e dikuj e thonë, e ditë mendosh që janë 30 dhënsa dhe 30 marca.
hiq ato rezervë, ose që dubloheshin. Po masat shumë, jo, do më thënë, radio ka valë shkurta dhe valë gjata. Valë shkurtër, do më thënë, është një gjatësi e caktuar. Mendo tani të kesh një aparat, marës, me 8 banda, me 10 banda. 10 banda që i bie, do më thënë, në frekuencë deri në 32.000, deri në 50.000 hertz, e kupton? Kështu që gjë shumë e madhe. Ishtë shumë fuqishme. Për kohën, ishën shumë fuqishme. Ju si fillim bët ushtrin këtu? Si fillim bëra 2 vjetë ushtri. 2 vjetë ushtri. Bëra vitën e parë që quhet mësimi zgjaste 9 muaj, tamam sa një sezon shkolle, një vit shkollor, pastaj kalonim në prova në terren, bëj klasifikimi. Radicët klasifikoheshin klasi 3, klasi 2 dhe klasi parë. Klasi parë gjithmonë kuptohet, duhet kishte mbaruar inxhinierinë e to. Klasi 2 ishte pasaj çdo gjë ishte me grupe, sa merrje ti në minutë. Por kishte një rregull që në ushtri nuk transmetohej më shumë se 12 deri në 14 grupe në minutë. Sepse në ushtri ka më tepër rëndësi siguria se sa shpejt transmeton ti individi. Do me thënë, gabimet ishin pa falshme? Jo, sepse një gabim në transmetim të kushton shumë. Çdo gjë ishte shumë strikte, shumë e rregullt, shumë e saktë.